Njeriu ballafaqohet me gjithë mrekullit, pastaj për cilin do Zoti i mundsohet ballafaqohet me Kur'anin, me librat e shenjtë, me pejgamberët e Zotit. Kjo starti që njeriu është i lirë të shkojë drejt kësaj rruge. Pra, këtu fillon o pozitiviteti dhe hapat drejt vërtetës, ose neglizhenca dhe mendjemallësia. I thu për shembull dikujt ka kriju i madhi Zot në trupin ton 37.000 miliard qeliza. Ç'u duhet mua? Ka dhuru i madhi Zot shikimin. E çfarë? Truri ka 100 miliard neurone që funksionon kaq bukur sa ne kuptojmë çdo gjë, jemi ndërgjegjshëm. E pse ma thu? Për shembull, I thu po i madhi Zot kur ishte në barkun e nënës të krijoi këmbët, duart dhe shikimin që nuk t'u donin aty, se as nuk ishte për të ecur, as luaje basketbol, po e dinte Zoti që do dalësh nga barku i nënës dhe këto duhen domosdoshme. Mos ma thuj fare, se më lodhe, për shembull. Këtu fillon ngel klas. Kurse një tjetër ja përmend të gjëra. Dhe I thua, e din që dielli që ka vendosur i madhi Zot, po të ishte më larg, s'do kishte jetë në tokë, se çdo gjë do të ishte hap, qose do të ishte më afër, çdo gjë do të digje. Ai din që shtresat e qiellit janë 7 shtresa që e mbrojnë tokën nga meteorët, nga energjia e keqe diellore, me radhë. Ai thot, prit, këto janë gjëra të mrekullueshme. I thu, ai ke parë vëlla një që është i verbër, shumicës me miliarda njerëzve Zoti I ka dhënë shikim. Ai thot, po do ta mendoj, kjo është gjë shumë e madhe, kjo nuk më ndodhi rastisht. Sepse unë thot rastisht nuk shikojnë këtë botë, unë duhet punoj 1 muaj që të marr rrogën. Unë duhet studioj, thot një student 1 vit që të marr vitin, imagjino diplomën, duhen disa vite. Dhe këtu fillon starti. Kjo është ne I dham dy rrugë dhe njeriu tani do filloj, do besoj apo s'do besoj. Zoti shikon këtë. Kur shikon që ti thu për Zotin gjithë këto mrekulli, gjithë ky krijim, duhet keti krijues, këtu fillon ajeti që përmendet ti. Jo ke faza parë. Zoti po të pa që ti thu, kush është Zoti që më dha shikimin? Tu fillon të jep udhëzimin. Filloj kërkon, pra tani se ti rrethohesh nga miliarda argumente. Për Ibrahimin thot, "Wa qala lahu rabbuhu aslim", qala aslamtu li rabbil alamin. I tha Zoti, "Bëu musliman", tha jam bërë musliman dhe besimtar ndaj Zotit të gjithësisë. Nuk mund ta mohon ai gjithësinë, universin. Se universi është shamat për njëri që don me bë bisedë serioze. Se më ja vendos rastise, me fillu pasaj gjëra që nuk kanë bosht, është tjetër gjë që ti don ta mohesh me zor. Kur ty Zoti shef që kush është e vërteta, kush ma dha jetën, kush ma dha qenjen, kush mi krijoi gjithë këto të mira, kush ma bëri tokën si djep që të jetojmë. Shkenca sa më shumë zbulon, ne aq më shumë gjëra, elhamdulillah, kuptojmë. Këtu është ajeti që theti, kur ti fillon kush ma dha shikimin, kush ma dha dëgjimin, kush I krijoi gjithë këto gjëra të bukura, kush është ky Zoti I gjithësisë, ai thot, atë cilin e udhëzon Zoti, këtu fillon të jep udhëzimin. Ti kërkoj argument, ai ti 70. Ti gjen 10 argumente, ai ti bën 100. Ai ti hap syt, ai të mundson që dalin argumente më shumë, ai ta pastron zemrën, ti bëhesh besimtar I sinqert. Në kohën që ti vjen dikush të flet, shikon argumente për ditë, hasha lillah, ti je babai. Bëhesh e para martohesh. Pastaj bashkohesh me bashortën tënde dhe ai të jep një dhuratë qenie të gjallë fëmin. Dhe ty nuk të bën fare përshtypje, ti bëhesh me djalë, bëhesh me vajzë, I shikon sa të mbëljan atë herën e mrekullueshme si trëndafili, ti e shikon që ai është I plotësuar, ti e shikon që ai po rritet çdo ditë, dhe ty kjo nuk të bën fare përshtypje, tu Zoti nuk të udhëzon. Pra ka dy faza. Udhëzimi I përgjithshëm që ai miliardet e argumenteve universale, toksore, sistemi diellor ja ka dhënë gjithëve. Këtu fillon sprova. Kush kërkon që kush I krijoi këto, kush është ai që na I dha këto, kush është ai që na krijoi neve, këtu ta hap udhëzimin. Qofse ti je indiferent, mendje madh, s'do t'ja dish, nuk thuaj herë faleminderit o Zot, ai pastaj nuk të udhëzon. Pra janë dy fazat, udhëzimi I përgjithshëm dhe udhëzimi specifik. Qofse ke udhëzimi I përgjithshëm ti merr hapa drejt ti, si thot, kush vjen ndaj meje duke ecur, unë shkoj drejt ti duke vrapuar. Sa ai na krijoi, na pret patjetër që ne drejtohemi ke ai, dhe ai na I hapi shpirtin edhe zemrën.